Si një person shumë i ndjeshëm dhe empatik, ti mbart shumë gjëra që nuk janë të tuat. Ti je mësuar të mbash këtë energji rreth vetes, të përthithesh si një sungjer, pa e kuptuar se kjo ka ndikuar në identitetin dhe ndjenjen tënde të vlerës. Projekcionet, zemërimi, xhelozia dhe emocionet që njerëzit hedhin kur ti përpiqesh të ndriçosh dritën tënde, nuk janë përgjegjësia jote për t'i përjetuar. Nuk është detyra jote t'i shpëtosh të gjithë. Ti mund të shkëputesh nga vetdia kolektive dhe t'i largosh emocionet që nuk të përkasin. Thuaj me vete, tani po shkëpus fijet që më lidhin me vetdien kolektive. Nuk kam pse të ndjej trishtimin e të tjerëve. Nuk kam pse të përjetoj emocionet e tyre. Ata janë të lirë të përjetojnë jetën e tyre. Unë nuk jam përgjegjës për shpëtimin e tyre. Unë shkoj drejt Zotit për të gjetur vlerën dhe qetësinë time. Zemra ime, dashuria dhe drita ime kanë vlerë të madhe në sytë e Tij. Unë tani po shkëpus fijet dhe emocionet që më lidhin me të tjerët dhe po rikthej fuqinë time personale. Amin.